Tashi, jo më larg sa para 3-4 ditësh, më tregonte një ish mësues, i cili kishte themeluar një deg PD-s diku nga Shkoza, në një institucion nga Shkoza. Mbeti më tha edhe një sasi donacionesh për 12.000 lekësh në Elsa Antarësita dhe kur shkoj tek selia e PD-s takoi filanin, një ish bashkëpunëtor sigurimit të shtetit që dihet publikisht. Dhe i thot që bëni kujdes që nga antarësia juaj, te kjo dega juaj, mos ketë fëmijë ballistësh ose legalistësh. Po pse i thot ky ne prandaj po vim këtu te kjo parti se është e kundërta asaj që kanë bërë komunistët deri dje. Pra, po të shikosh shumë pak figura që vinin nga shtresa e persekutuar ose që ishin pinjoll familjeve të rëndësishme ose figurave të rëndësishme, ju dhan detyra. Ju dha shumë pak diku aty këtu sa për të kryer një alibi, por nuk është se morën një detyrë. Për shembull, i gjithë ishte persekutuar, dënuar, kanë punuar në polici. Pra, sektori më i rëndësishëm ku ata punuan ishte policia. Po për 3-4 vjet, sa erdhi në 97. Po nuk është policia sektori më i rëndësishëm për të ngruar një shtresë persekutuar.